prizmës. Një nga marrëzit e jashtëzakonshme të akuzës për manipulimin e zgjedhjeve, për devijimin e votës, është ajo që për emigrantët, është ngritur si teorike, emigrantët britanikë dhe ku diun, ndoshta në Greqi, që propagandon Flamur Noka dhe një pjesë e këtyre, keni parasysh majmunatin e Partisë Demokratike, që ata futusit, të cilët në shkelje, sigurisht në shkelje të kodit zgjedhor, vendosin GPS, qipat, cilët vërtetojnë se ku po shkon ai zarf. E para punës kjo është e palishme, është ndjekshme penalisht. Sepse ti nuk mundesh kurrën e kurrësh të veprosh në djenie dhe në kundërshtim të asaj që në kod zgjedhor thuhet, dhe që është sigurisht jo denoncimi, jo veprimi me vota, me bërjen e qartë të saj, se çfarë po ndodh edhe me rrugtimin e saj. Jo më që ti vendosësh GPS, ti shtosh ti një diçka që është zyrtare, është një letër zyrtare me vlerë zyrtare, ti shtosh një element për ta zbuluar se ku shkon ai. Më kuptoni? Sigurisht këto janë ngritje, pallavrash në Partinë Demokratike, sepse këta kanë dalë nga sigurimi i shtetit. Domethënë metodat e sigurimit të shtetit për ndjekjes dhe të sigurisht putinizmit, këto janë metoda të KGB-s, për të vendosur materiale, qipa, për ndjekje të tilla për të kuptuar se çfarë po ndodh. Këtë metodologji e përdor Sali Berisha në partinë e tij. Gjithë metodat e KGB-s edhe nuk e di, ndoshta UDB-s, sepse po të thuash si ajo, sepse ajo bëhet me leje, merret leje. Ta nuk marrin leje, ka marrin leje vetëm ke partia, ke Sali Berisha, dhe Sali Berisha ju thot këtyre, vendosni qipa, që ti demonstrojmë këtyre që shiko çfarë bëjnë këta me votën. Ajo nuk niset, rri aty dhe numërohet në Tiranë. Dhe këtë nuk e faktojnë, e thonë me gojë, gam. Por ky nuk është shtet ky, edhe ai spaku nuk është spak, se sa flet ai Flamur Noka, në këtë lloj mënyre do i thonë hajde pak tuti na e pak llogari. Ku i dikti këto gjëra? Na i shpjego kush janë këta njerëz që vendosin qipa dhe vendosin GPS, se këtë gjë e ka thënë edhe Josefina Topalli, dhe asaj është për ta marrë pak në pyetje atë. I thanë hajde pak ti motër na shpjego se kush janë këta që vendosin GPS në një letër e cila është kushtetuese. Imagjino një letër e cila është aprovuar nga parlamenti në të gjitha detajet e saj nga disa institucione kushtetuese, që ti shtosh një me dëshirën e me veprimin, po themi individual, po që ka urdhër nga partia, një GPS për ditur se ku shkon kjo letër. Dikush për shembull mund dojë që me atë letër të fshi mrapanicën. Këta e dinë që ka shkuar dhe atje. Më kuptoni se sa njerëz të vegjël janë, sa opak, sa njerëz të jashtëzakonshëm janë në marrëzinë e tyre komplekse, deri në thyerje maksimale të ligjeve. Është faj që nuk i vjen prangat atij burrit, edhe atyre që e kanë bërë. Nëse këta e vërtetojnë, të gjithë që e kanë bërë duhet arrestohen edhe në Angli ose në Greqi, që me dashje kanë transfiguruar ligjet, kanë thyer ligjen e janë të ndjekshëm penalisht për pikërisht këtë që akuzon vetë ky Flamur Noka. Ky i zgjuari i jashtëzakonshëm që sigurisht është pa marrë dikur në pyetje, e dini jo që është marrë në pyetje Flamur Noka nga UDB-ja. Kush e di sa i fort ka qëndruar atje, përballë atij armiqve. Është marrë disa ditë në pyetje. Kjo është ajo që desha thosha. Kaq deri këtu janë deliri këtyre, shkuma nga goja ju del. Në marrëzinë e tyre komplekse dhe të përgjithshme. Tjera që desha të thosha është edhe faza 2 e lirimit të dajlanëve. Gjithmonë e përmend, është një mrekulli. Po lirojnë dhe mbelipoj ato rrugët që i kanë bërë, jo hyp këtu e hyp aty, rrugë personale, bllokim, hapje rrugës, shtigjesh dhe marrëzira, sidomos ajo që konsiderohet pedonale, punë e mirë e bashkisë dhe policisë bashkiake, por njëkohësisht çlirimi, faza 2 e çlirimit të dajlanëve bunës në përgjithësi dhe daljes liçenit. Është një mrekulli që po e bëjnë organet shtetërore, po sidomos në beneficiaren e madhe që është Bashkia e Shkodrës. Krahas punës që po bëhet Bërdic Baçallek, që sigurisht shpresojmë që para verës vitit që vjen të përfundojë,
nuk është e pakët, është një rrugë që bëhet dyfish, po njëkohësisht edhe me trotuare, me të gjitha elementet, jo kështu përgjithshëm siç kishin zakon të bënin dikur këto, sigurisht duke i mbaruar 100% elementet dhe duke i shtuar një urë tjetër, pa prekur, vetëm duke përforcuar urën që është. Janë veprime shumë të mira, si nga Bashkia e Shkodrës, ashtu edhe nga Shteti Shqiptar dhe nga gjithë organizmat e institucionet që merren me këtë punë. Dakor të qeni? Në Partinë Demokratike sigurisht kanë filluar lëvizjet e brendshme nga njerëz normalisht jo kaq shumë të rëndësishëm, po kemi të bëjmë me njerëz që kanë kandiduar në fundit dhe që kërkojnë jashtë partisë ose jashtë vullnetit të kryetarit, duhet thënë kjo punë, jashtë vullnetit të Sali Berishës, për të kontrolluar votat e tyre. Mirë, në një anë, kontrolli i votas mund të konsiderohet sikur ka ndodhur diçka, dhe sigurisht është në një dyshimit. Në anën tjetër dyshohet më tepër brenda për brenda, dhe kjo është ajo që duhet thënë. Është për shembull Zoti Kalaja, ai që është kandidat në Durrës, në Gruj, Fushkruj, i cili normalisht i ka dalë jashtëreshtit, po kanë dalë edhe disa të tjerë jashtëreshtit. Dhe po shtohen ta që dalin jashtëreshtit që i kërkojnë. Praktikisht nuk ka pse partia, po ligjin e kanë bërë në mënyrë të mbrapsht. Gjithë ai kod zgjedhor i bërë në mënyrë të tillë, sigurisht i bën qafë të vërtetës edhe normalisht edhe aftësive të njerëzve. Kjo është një nga katastrofat më të mëdha të cilat përbëjnë pastaj edhe sulmin që i duhet bërë në fakt duke ne partitokracisë dhe kryetaro partisë. Sepse nuk kemi vetëm partitokraci, një rreshtim absurd. Megjithëse je organizim vullnetar, partia është organizim vullnetar. Nuk mund të jetë, nuk është repart ushtarak. Mirë po këta, në momentin e fillimit thonë organizim vullnetar, dhe sa hyn brenda thotë tashmë nuk je vullnetar, po je ushtar, duhet të zbatosh rregullat. Normalisht kthehet në repart ushtarake, dhe në momentin që kthehet në repart ushtarake, ajo nuk është më parti. Nuk ka të bëjë me demokracinë. Ana tjetër pastaj është kryetarokracia. Mirë repart ushtarak, statutet e bëra në mënyrë tillë ose të zbatuara në mënyrë katastrofikisht jashtë demokracisë brendshme. Po kryetarokracia është akoma më tepër duke ia lënë në dorë kompetencat kryetarit edhe duke i çuar edhe me ligje punët që të vendos kryetari. Në këtë pikë është edhe ajo që duhet ankohet partia dhe jo njerëzit. Mirë po si ka mundësi që të ankohet partia kur padrejtësia më është bërë mua në mënyrë nominative. Më kuptoni se çfarë them? Pra padrejtësia i është bërë atij zotit Kalaja si nga të vetët, ndoshta edhe nga të tjerët, po kryesisht tu bisedohet nga të vetët, sepse gara ka qenë midis dy individëve të Partisë Demokratike. Pra, nën kupton që është bërë nga të vetët. Dhe padrejtësia më është bërë mua në mënyrë nominative dhe duhet patjetër të ankohet partia. Po partia s'do, se ndoshta është nga tjetri. Nuk besoj që nuk më keni kuptuar, po edhe për ata që nuk kanë kuptuar, duhet ta sqaroj edhe një herë. Është padrejtësi që i bëhet individit nga partitokracia dhe nga kryetarokracia. Sepse janë futur dy individ të njëjtës parti në garë, dhe partia ka mbajtur anën e një individi. Dhe për më tepër nuk lejon as individin të ankohet në drejtësi përveç se efektit lartë, po në atë drejtësi bazike që quhet, forume bazike ku mund t'japin përgjigje, si Komisioni Qendror Zgjedhor ose nuk e di diçka më tepër se sa kaq, çfarë mund të kenë ata, gjykatë administrative, po do të shkosh akoma më lart se sa kaq. Sepse partitokracia nuk lejon që ti të ankohesh megjithëse garën ti e ke pas individuale. Jo po thotë ke siglën e partisë ka dhe i tjetri, po garën e kemi nominative unë dhe i tjetri, dhe aty janë emrat tanë. Dhe nëse partitokracia ka dalë në anën e njërit, domethënë aty është prishur edhe demokracia brendshme dhe ka marrë urdhër nga tashmë kryetarokracia, ka qenë kryetari dakord që të ndodhi kjo punë. Dhe kjo është dalësh nga rreshti dhe kjo është kuptosh realisht se çfarë ndodh me një parti e cila fillon të shkel me kam një nga një elementet bazik të demokracisë.
Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm sepse duke u mësuar të vjedhin veten, në çdo forum Partia Demokratike ka vendosur që të vjedhin njëri tjetrin. Imagjino kërkon nga shteti, nga organizimi, nga Komisioni Qendror Zgjedhor, shan Shqipërinë kudo në botë, në çdo forum, e çon narkoshtet për vjedhje votash dhe vjedh votat e veta. Në cilën prej atyre forumeve që i kanë ndodhur, kam dhënë votime dhe editime të ndryshme që i kanë bërë vetë, nuk kanë pasur akuzat që kanë vjedhur e kanë manipuluar votat. Është akuzuar Këlliçi se punonte votat për Tiranë. Është manipuluar kur kanë bërë garën me Eduard Selani. Kanë vjedhur votat. Kur është bërë gara për të fituar patjetër Lulzim Basha, si kryetar partie në 2013, masi me demek iku Berisha, u bë një nga akuzat më të mëdha të drejtimit dhe manipulimit votës. Çfarë drejtin kërkojnë këta për votën? Këta janë hajna vetë, këta janë hajdut të votës vetë, votës brendshme. Këta vjedhin votat e njëri tjetrit, këta janë ata që kanë sulmuar Selin e tyre. Po jo përmend faktet. Vjedhin, manipulojnë votat në momentin e Lulzim Bashës. I kanë stërvjedhur prapë edhe njëri tjetër. Dakord? I kanë vjedhur, më i kanë vjedhur. I kanë vjedhur në mënyrë të jashtëzakonshme. Në 2 raste për të dalë ai, sepse kështu i ndikonte kryetari i partisë, që ishte realisht, ishte Sali Berisha, kështu rregullonte territorin edhe këta militantët duke bërtitur në sallë. Partia dhe sigurisht humbiste individi. Çfarë do të pretendosh më për zgjedhje kur ti vjedh votat brenda partisë? Kur ti ke shembuj që ke vjedhur votat, ke manipuluar rezultat, ke drejtuar votën brenda partisë tënde. Çfarë mund të thuash ti tash dhe të ankohesh ti për votat këto element të cilët i ke shkatëruar ti në themel, brenda partisë tënde, demokracinë brenda partisë tënde. Si mund t'i kërkosh në shtet, si mund t'i kërkosh në demokracinë e madhe të vendit? Ti kështu je vetë, kështu sillesh. Po kjo është edhe për votat tani, individi para individit. Ky Kalaja me atë prokurorin. Është indikuar vota atje. Kanë punuar që të shkoj vota atje, e para. E dyta, kanë manipuluar që të shkoj vota atje. Dhe tash partia dhe kryetari thonë, ja, mos u ankoni, për çfarë do t'u ankoni? Në të vërtet, ke Partia Socialiste u ankuan, po e mbyllën gojën, sepse kryetari i tyre tha ashtu, mos u merrni më me këtë punë. Megjithatë aty ishte e drejtë që të shikoheshin vota. Por në partinë që është në pushtet, sigurisht ka disa arsye që edhe ta mbyllësh gojën, sepse ajo është në pushtet. Ka mundësira që sigurisht është një turp, edhe në këtë rast. Absolutisht po. Nuk mund të manipulosh, nuk mund ta drejtosh rezultatin. Është bërë një garë, dhe atë garën duhet ta përballen. 2 elementi janë të pafalshëm, drejtimi i votës, duke i thënë partia, duke mos mbajtur qëndrim të paanshëm. I thonë, shiko, keni përballë filanin dhe filanin, votoni këtë doni ju. Është demokracia e brendshme. Në të vërtetë nuk ka ndodhur kështu. Në 2 partitë mund të kenë ndodhur që shiko është drejtuar vota. Do votoni këtë, ky është i parapëlqyeshme, ose kjo është e parapëlqyeshme e jonë. Dhe është një gafe e madhe dhe njëkohësisht është hyrje e demokracisë. Në anën tjetër, kur e shef që edhe kjo nuk të ka efekt, fillon e vepron edhe me manipulimin e votës. Unë e besoj më pak të dytën, shumë më tepër besoj të parën. E para është jo atë kalar, sepse ai dridhet, përdridhet edhe na dikur do shkëputet për nesh, është e qartë. Një njeri që sigurisht nuk duron dot statutet tillë të thyer, si ai Kalaja, në anën tjetër, vjedhja dhe manipulimi, pastaj ai është efekt që duhet prekë edhe penalisht. Nëse ti vjedh votën, përpunon votën aty dhe bie dakord ndoshta edhe me kundërshtarin, që vota të devijohet nga elementi për cilin ka shkuar, ose nga subjekti për cilin ka shkuar, është mesela çështje penale, duhet shkojnë në burg. Dhe në këtë pikë nuk ke pse thua që ti mos u ankohesh, do të ankohesh se s'bën. Do të ankohesh deri ku nuk ka më. Po kjo do të tregoj që sigurisht këto element bëhen. Dhe i gjithë këtë diskursun e bëj,
për të treguar që një parti dhe një udhëheqës që shanë, thyen në Shqipërinë, shanë gjithë kënd, hajdut, ju e shit një votën, është ai që i ka mësuar dhe që asnjëherë nuk ka bërë. Edhe brenda partisë ti një palë zgjedhje që mos ketë akuza dhe të vërteta të mëdha për devijim, udhëzim vote dhe vjedhje vote, manipulim vote. Në të gjithë zgjedhjet e brendshme, të gjitha forumet e tyre. Disa jo përmenda, rastin e Bashës që në fillim 2013, me atë Rahmet Liun që e hodhën pastaj me makinë, ra nga 3 metra dhe nuk doli më gjallë, dhe pastaj edhe me Eduard Selami, dhe pastaj edhe me Këlliçin, dhe pastaj gjithë forumet. Imagjino këta kanë shpikur me Lulzim Bashën e Sali Berishën, një element tillë që thoshin kush nuk ju pëlqen. As kush ju pëlqen. Imagjino çfarë vote, kush nuk ju pëlqen. Këta kanë manipuluar votën e tyre të brendshme. Imagjino çfarë bëjnë këta me votën kombëtare. Çfarë bëjnë këto me zgjedhjet. Imagjino ti lesh Partisë Demokratike të organizojë zgjedhje. Të jetë në pushtet ajo të organizojë zgjedhje çfarë ndodh. Duhet që me të vërtetë shoqëria të mobilizohet siç u mobilizuan në 2013, që s'ke çfarë bën pastaj edhe kur të përplasin 1 milion vota, 1 milion e sa vota, nuk e do të ikësh se s'bën. E kjo është ajo fatkeqësi e madhe e vazhdimit të partitokracisë të qelbur dhe kryetokracisë akoma edhe më të qelbur. Janë dy element katastrofik të cilët pastaj turpërojnë jo vetëm demokracinë, po e fusin vendin në impaktin më të keq përballë lirisë dhe përballë asaj të cilët sigurisht e bëjnë në mënyrë katastrofike të keqe të gjithë shoqërinë dhe njëkohësisht përplasin jo vetëm me atë që konsiderohet rregull demokracie, po dhe me veten. Dakord, miqtë e mi?